Dilema e tretë, nuk kam kohë të mjaftueshme për namaz, jam shumë i zënë. Ta analizojmë pak këtë dilemë. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Një prej arsyetimeve dhe justifikimeve që janë të përhapura tek shumë musliman është se nuk kanë kohë të mjaftueshme për namaz, janë të zënë tek shumë radhë. Allahu subhanahu wa taala na ka dhuru kohën. Kemi prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe kemi në ditë i kemi 24 orë, 1440 minuta në dispozicion. Prej tyre, nëse e shikojmë namazin, 5 farzet e namazeve, atëherë ato gjithsej nuk e te i kalojnë 30 minutëshin. Prej këtyre 1440 minuta. Të themi se nuk kemi kohë, kjo bjen ndesh me realitetin. Ky pretendim se nuk pasmi kohë mund të refuzohet, mund të demantohet në të njëjtën mënyrë qysh e demantuam atë dilemën e dytë të atyre që kanë thonë se është vështirë, është rëndë. Sikur mos kishmi kohë për namazin, kjo do të konsiderohej si diçka e pamundshme, ndërsa Allah subhanahu wa taala nuk ngarkon me diçka që është e pamundshme, që kemi shpjeguar edhe herën e kaluar. Prandaj edhe ky pretendim, edhe kjo dilemë rrëzohet në këtë mënyrë kaq të lehtë. Po ashtu, realiteti e demanton, sepse shumë njerëz që janë shumë të zënë, që janë shumë të suksesshëm, që kanë shumë punë, e falin namazin rregullisht dhe as nuk vjen në pyetje me lo namazin. Dhe janë shumë më të zënë se sa shumë tjerë që arsyetojnë me këtë justifikim. Pejgamberët janë falës, që kanë pas më shumë të punë dhe angazhime. Sahabët e shumë njerëz që tash edhe në kohën aktuale, njerëz më herët që kanë kalu, që kanë qenë shumë të zënë, shumë të angazhuar, po edhe sot që janë shumë të suksesshëm dhe që kanë shumë punë dhe megjithatë nuk e lojnë namazin. Prandaj kohë kemi mjaft, vetëm se ata që e braktisin apo që nuk e falin namazin kanë mundësi me thonë më sinqert do ishin, më transparent dhe më real do të ishin, sikur të thonin nuk po kemi dëshirë me u fal. Ama me thonë nuk kam mundësi apo nuk kam kohë, siç këtu në këtë dilemë, kjo nuk është e vërtetë. Sepse, siç thash, 5 kohët e namazit i 17 rekate. 2 në sabah, 4 drek, 4 qindi, 3 akşam edhe 4 yatsi që janë obligim, që janë fars. Nuk marrim më shumë se 30 minuta. Ndërsa ne i kemi 24 orë, 1440 minuta. Pra kohë kemi mjaft, vetëm se problemi është dikun tjetër. Problemi është tek prioritetet, tek mosnjohja e vlerës, e rëndësisë së namazit, tek mosnjohja e rrezikut të braktisjes së namazit, tek mosnjohja e pozitës së namazit në fenë Allahut azza wa xal. Edhe pastaj mos vendosja e prioriteteve, sepse besimtari që e ka prioritet namazin, ai çdo gjë tjetër e ka sekondare, ndërsa namazin e ka prioritar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح.